kampi i Tepelenës ka qenë një nga kampet më të tmerrshme që mund të ekzistojë. Uria ishte në maksimum. Ushqimi që na jepshin ishte fasule me kryma edhe me miza. Do të thënë e merrshim, pastrojshim mizat dhe hajshim fasule. Puna ishte e tmerrshme. Na çojshin me transportu shtyllat e minjerës në lumin e Benqës. Dimni ishte në kulm. Mendoni që kur diqim nga lumi dhe shkeqim në një gur, e ngreshim gurin me vete, se me njëherë kama ai ujë që kishe në kam, ngrinte me gur dhe e çonte. Kur vishim shtëpi, kur vishim në kam, do hajshim groshen ose do vdishim. Le njerëzit që vdishin fëmijët, pleqt, çdo ditë, me nga 10, u po një varrezë tonë. Po, që të them, gratë, i qojshin me bajt ple. Edhe në përshi, ato thas të plenit kulloshin edhe ju hynte ai ujti me agla në trup. Polici u rrinte mrapa me shkop. E që të them tjera ka. Aty ndodhi një ngjarje shumë tragjike. Ishte një nuse e re dhe kishte një vajzë të mrekullueshme të bukur si Enzo. Ishte e smun, edhe e detyrun me shku në punë. Kur u kthy, e gjeti vajzën dekën. Edhe u çmen. Kjo ka qenë nga tragjeditë që na ka lënë breza të pa shlyshoj.